Mbi 200 turist kanë vizituar qytetin e Memaliajt gjatë kësaj periudhe fal bashkëpunimit me agjencitë turistike. Vizitorët kanë shfaqur interes të lartë për muzeun e qytetit, qendrën historike, shëtitoren e të tjerë, duke e kthyer këtë destinacion në një nga pikat më të frekuentuara. Gjatë këtij muaji kemi patur një vizitueshmëri të lartë, pothuajse ka shënuar kulmin për qytetin ton, ku kemi patur mbi 200 turistë të ardhur nga Gjermania dhe nga Franca, fal bashkëpunimeve që ne kemi dhe kontakteve me agjencitë turistike. Ndërkohë, për të lehtësuar aksesin drejt pikave turistike, po ndërhyet në pastrimin e segmenteve rrugore si dhe në përmirësimin e sinjalistikës, me qëllim orientimin dhe akomodimin sa më të mirë të vizitorëve. Të drejtim drejtoria ka si pikësunime dhe shtimin e numrit turistëve dhe në zonat rurale, ku ne jemi përqendruar në rregullimin e sinjalistikave të vjetra dhe vendosjen e atyre të rejave, që turistët ta kenë më të lehtë për të shkuar në destinacion. Vendet më të frekuentuara nga vizitorët janë kryesisht qendra e qytetit, muzeet, shëtitoret, zonat rurale, bujtinat që kemi gjatë rrugës nacionale janë pothuajse të përhershme të vizituara. Në zonat rurale më të vizitueshme janë Shkëmbi i Bardh, Repet e Donjës. Autoritetet vendore bëjnë të ditur se puna do të vijojë edhe në ditët në vijim me synim rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe promovimin e mëtejshëm të potencialit turistik të zonës.